Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ javor në ITV dhe ATV në Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama pritet të shkojë në Washington në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes. Ky informacion bëhet i ditur nga mediat lidhur me mbledhjen që është parashikuar të mbahet më 19 shkurt. Ndërkohë, në 9 shkurt, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do të zhvillojë një takim me kryeministrin Rama në kuadër të procesit të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Gjykata kushtetuese rrëzoi ditën e premte 6 shkurt kërkesën e kryeministrit Edi Rama për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencave mes Këshillit të Ministrave dhe Gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sa i takon vendimit për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas 11 orësh në dhomë këshillimi, 8 gjyqtarët kushtetues u ndanë në votë, ku 4 votuan pro kërkesës së kryeministrit dhe 4 në favor të masës së vendosur nga GKK-ja, duke konsideruar të rrëzuar kërkesën. Kryeministri Edi Rama komentoi këtë të diel në podcastin Flasim vendimin e gjykatës kushtetuese për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, duke u shprehur se betejë do të vazhdojë. Kësaj deklarate ju përgjigj lideri i PD, Sali Berisha, i cili bëri edhe një thirrje për protestën e tretë kombëtare të martën e 10 shkurtit. Shqipëria po përballet me kritika serioze ndërkombëtare për mënyrën se si zbaton masën e paraburgimit, e cila përdoret gjerësisht edhe për periudha të zgjatura, duke renditur vendin me nivele shumë më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Sipas Këshillit të Evropës, kjo situatë po ngre shqetësime të forta për respektimin e të drejtave të njerëzit dhe funksionimin e shtetit të së drejtës. Në një intervistë për ata, Gianluca Esposito, drejtori i përgjithshëm i të drejtave të njerëzit dhe sundimit të ligjit i Këshillit të Evropës, tha se situata i jep shkak të vërtet për shqetësim, duke cituar gjetjet nga raporti i fundit i Komitetit për parandalimin e torturës. Ish kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Monika Kryemadhi, reagoi pas seancës paraprake në çështjen penale ndaj saj dhe ish presidentit Ilir Meta. Para medjave, ajo deklaroi se relacioni prokurorit ishte përsëritës dhe i mbështetur kryesisht në shkrime mediatike, duke e krahasuar qasjen me praktikat e kohës së diktaturës. Gjatë seancës, prokurori dorëzoi dosjen me provat, ndërsa Kryemadhi njoftoi se në seancën e radhës do të paraqes provat e saj në një format të strukturuar. SPAK përfundoi parashtrimet në gjyqin paraprak ndaj Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe 3 të pandehurve të tjerë, duke argumentuar se hetimet kanë siguruar prova të mjaftueshme për kalimin e çështjes për gjykim në themel. Dhuna ndaj avokatit, kujtim Cakrani. Në qytetin e Vlorës ka sjellë reagime nga dhomat vendore të avokatisë në Vlorë dhe Fier, të cilat kanë dënuar aktin dhe kanë kërkuar hetim të shpejtë dhe vënien para përgjegjësisë së autorëve. Në një komunikat përshtyp, dhoma vendore e avokatisë Vlorë e ka cilësuar dhunimin e avokatit një akt të patolerueshëm, duke shprehur shqetësim të thellë për rastet e përsëritura të dhunës, që sipas saj po cënojnë sigurinë e profesionistëve dhe qytetarëve në qytet. Drejtoria vendore e Policisë Tiranë ka finalizuar operacionin policor të koduar Barriera, duke arrestuar një shtetas dhe sekuestruar 12 armë zjarri pistoleta me mucion luftarak, në një tjetër rast të trafikimit të armëve nga Kosova drejt Shqipërisë. Në kuadër të operacionit u arrestua në flagrancë DB 27 vjeç, banues në Kosovë. Gjatë një kontrolli në dalje të Unazës së Madhe pranë mbikalimit të Tufinës, gjatë kontrollit të automjetit të tipit Volkswagen u gjetën 10 pistoleta Glock me municion luftarak nën kofnan e makinës, ndërkohë që gjatë procedimeve të mëtejshme u sekuestruan dhe 2 pistoleta të tjera Glock, duke çuar totalin në 12 armë. Nga hetimet rezultoi se armët do të shiteshin në zonën e freskut. Policia dhe prokuroria vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të trafikimit të armëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme. Policia e shtetit ka bërë publik bilancin e punës për muajin janar 2026, ku thekson intensifikimin e operacioneve kundër krimit të organizuar dhe veprimtarive të palishme.
Gjatë këtij muaji janë finalizuar 107 operacione policore dhe janë arrestuar 498 persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Në bashkëpunim me Europol, Interpol dhe autoritetet partnere ndërkombëtare janë zhvilluar 17 operacione për goditjen e rrjeteve kriminale dhe kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Si rezultat, policia ka sekuestruar rreth 186 kg kanabis, 3 kg kokain, heroin, ekstazi, mirabim dhe fara kanabisi, si dhe pajisje për kultivim në ambiente të mbyllura. Gjithashtu janë konfiskuar 41 armë zjarri, granata, amunicion luftarak dhe pasuri me vlerë rreth 20 milion lek, përfshirë automjete, prona dhe llogari bankare, të përfituara nga aktivitete kriminale. Policia ka zbuluar ambiente për kultivim droge, lojra fati të palishme, kontraband mallrash dhe trafik armësh e narkotikësh. Janë parandaluar disa ngjarje të rënda kriminale, përfshirë konflikte me armë zjarri dhe tentativa për trafik droge drejt Greqisë dhe Italisë. Në fushën e krimit rrugor, policia rrugore arrestoi 197 drejtues mjetesh, pezulloi 216 leje drejtimi dhe vendosi mbi 93.000 masa administrative. Një tentativë vjedhje ka ndodhur në 6 shkurt në qytetin e Shkodrës, ku një person i pa identifikuar ka tentuar të vjedhë degën e postës shqiptare në lagjen Vasil Shanto. Sipas njoftimit të policisë rreth orës 19, autori ka hyrë brenda ambienteve të policisë. Rreth orës 19, autori ka hyrë brenda ambienteve të postës dhe ka tentuar të marrë me forcë një shumë monetare nga arka. Tashmë do të kalojmë në lajmin e fundit rreth motit. Java në Shqipëri do të karakterizohet nga mot tipik dimëror. Vranësira do të jenë të shpeshta në pjesën më të madhe të territorit, të shoqëruara her pas here me rreshi shiu të shpërndara. Qielli do të mbetet kryesisht i mbuluar, ndërsa intervalet me diell do të jenë të pakta dhe kalimtare. Temperatura do të jenë të buta për këtë periudhë, me ditë të freskëta dhe mbrëmje më të ftohta. Ajri her pas here do të jetë i lagësht, duke krijuar ndjesinë e motit të mbyllur, veçanërisht pas rreshjeve. Në përgjithësi pritet një javë qëndrueshme, pa luhatje ekstreme, me mot që kërkon veshje të përshtatshme për shi dhe temperatura dimërore dhe me kushte tipike për këtë stin në vend. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe edicioni informativ për këtë javë. Së bashku do të shihemi në edicionin e javës. Deri atëherë, mirupafshim.